Hani një misër në ditë dhe i thoni lam të mirë këtyre problemeve shëndetësore. Misri ka një shumëllojshmëri të përfitimeve shëndetësore dhe është një përbërës thelbësor i kuzhinave të atyre që i kushtojnë rëndësi ushqyerjes. Misri është një ushqim i cili ka vlera të larta për shëndetin. Ai jo vetëm që do të sigurojë kaloritë që nevojite në bazat tuaja ditore, por përshpejton gjithashtu edhe metabolizmin e shëndetshëm. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Është i pasur me vitaminën A, B, E, minerale. Përmbajtja e lartë e fibrave tek misri do të luajë një rol të rëndësishëm kundër problemeve të ndryshme që i shkaktojnë traktit tuaj tretës, siç janë për shembull kapsllëku, hemoroidet edhe probleme të ndryshme të zorrës së trashë. Gjithashtu, përmbajtja antioksidantëve tek misri do të veprojë si një agent antiinflamator që ndihmon në parandalimin e inflamacioneve dhe Alzheimerit në tërësi. Ullundimet kanë treguar se misri është një burim shumë i fuqishëm i ushqyesve për shumë njerëz dhe kafshë. Misri përdoret jo vetëm si konsum ashtu siç është, por përdoret edhe në shumë mënyra të ndryshme. Të tilla si buka e misrit, mielli i misrit përdoret edhe në gatime të ndryshme. Përveç kësaj, ajo ka kalori të ulta dhe përmban 3.4 gram protein, që bën pjesë në 100 gram të tij. Ai është i pasur me vitamina dhe minerale dhe një burim shumë i mirë i energjive. Në këtë video, sipas Bright Side, do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni pas konsumit të misrit. Misri ka vlera të mira ushqyese në dobi të vlerave të shëndetit. Ai është i dobishëm për shëndetin pasi që përbëhet nga ushqime me kualitet të lartë. Përveç shijes që mund t'i shtohet çdo vakti, gjithashtu siguron një mbrojtje kundër njësër komplikacionesh kronike, por ajo është e pasur me fitokimikate këto të cilat janë përfitime të mira për shëndetin tuaj. Misri është i pasur me minerale. Misri përmban shumë minerale që përfiton trupi, si fosfori, magnezi, mangani, zinku, hekuri, bakri, të cilat gjenden në të gjitha varietetet e misrit. Ai përmban gjurmë të mira të mineraleve si seleni, të cilat janë të vështira të gjenden në disa dieta normale. Fosfori te misri është i nevojshëm për të rregulluar rritjen, shëndetin e kockave e funksionin optimal të veshkave. Përveç kësaj, magnezi është i rëndësishëm për mbajtjen e niveleve të zemrës dhe rritjen e dëndësisë minerale të kockave. Misri gjithashtu është një dyqan i vitaminave. Rekomandohet ta fusni misrin në programin tuaj ushqimor pasi përmban vitaminën B1, B3 dhe vitaminën C. Misri gjithashtu është i mirë për shëndetin e syve. Degenerimi makular dhe katarakti, pra perdja, janë shkaqet kryesore të çrregullimeve vizuale më të zakonshme në botë dhe verbëri, ndërsa infeksionet dhe mosha e vjetër janë ndër shkaqet kryesore të këtyre sëmundjeve. Ushqimi mund të luajë një rol të rëndësishëm për shfaqjen e tyre. Karotenoidet, siç janë zeakanthin dhe lutein, të cilat janë dy antioksidantë të pranishëm te misri, kanë përfitime të konsiderueshme për shëndetin e syve. Kokrat e misrit janë të pasura me vitaminën A, e cila është një vitaminë e rëndësishme në aspektin e shëndetit të syve, dhe karotenoidet që zvogëlojnë riskun e dëmtimeve të shikimit. Misri cilësohet gjithashtu si një burim i mirë i energjisë. Falë shumave të larta të karbohidrateve që përmban, misri është burim i mirë i energjisë. Karbohidratet sigurojnë energjinë e nevojshme për funksionin e duhur të trupit dhe të mendjes. Ato janë burime të rëndësishme në ruajtjen e shëndetit të trurit. Misri është një nga ushqimet më të konsumuara nga atletët pasi jep më shumë energji. Misri ndihmon në uljen e niveleve të kolesterolit të keq. Sipas Journal of Biochemistry, konsumi i misrit zvogëlon kolesterolin e keq duke frenuar thithjen e kolesterolit në trup. Ky reduktim në lipoprotein me dëndësi të ulët përfshin kolesterolin, redukton sëmundjet e zemrës, parandalon arteriosklerozën dhe pastron në përgjithësi trupin nga radikalet e lira. Misri ndihmon kundër hipertensionit. Misri përmban fitokimikate fenolike që rregullojnë presionin e gjakut dhe parandalojnë hipertensionin. Përveç kësaj, misri është i pasur me vitaminën B, e cila është e domosdoshme për funksionet optimale të gjendrave të veshkave. Lëkurat dhe flokët tuaj do të përfitojnë gjithashtu nga konsumi i misrave.
Misri përmban vitaminën A, beta-karoten që është e dobishme për shëndetin, lëkurën dhe gjithashtu na mbron edhe kundër rrezeve të diellit, duke i dhënë gjithashtu një mbrojtje më të mirë shëndetit tuaj. Ai është i dobishëm për shëndetin e flokut për shkak të omega-3 dhe omega-6 që parandalon gjithashtu rritjen e yndyrnave në trupin tuaj. Ekspertët e Healthline e cilësojnë misrin si një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese për të cilën mund të përfitoni shumë në organizmin tuaj. Sigurisht, misri në formën e tij natyrale të zgjerë do t'jap gjithashtu disa nga përfitimet e tij bazë për të evituar një sër komplikacionesh. Ekspertët këshillojnë gjithashtu misrin sepse mund të ndihmojë në luftën kundër problemeve që shkaktojnë radikalet e lira në organizëm. Shumë studime shkencore kanë zbuluar se futja e misrit në programet tuaja ushqimore është e pasur gjithashtu edhe me antioksidant, të cilët ndihmojnë në luftën kundër problemeve që shkaktojnë radikalet e lira në organizmin tuaj. Ndaj nëse doni të përfitoni më shumë nga vlerat e këtij drithi, sigurohuni ta keni pjesë të dietave tuaja ditore. Misri përmban gjithashtu lëndë ushqyese të rëndësishme që mund të mbrojnë shumë edhe shëndetin tuaj të zemrës. Sipas hullumtimeve, vaji i misrit ka efekt anti-inflamatore në nivelin e kolesterolit dhe kështu mund të zvogëlojë problemet e tij. Përveç kësaj, misri është një lëndë ushqyese me përmbajtje të larta të folatit. Misri është i mirë edhe për mbrojtjen e shëndetit tuaj. Misri është i këshillueshëm edhe në luftën kundër problemeve që shkakton anemia. Sot anemia është një sëmundje e madhe për shkak të mungesës së vitaminës B12, acidit folik në trup. Trupi ka nevojë gjithashtu për më shumë hekur për të krijuar qelizat e reja të kuqe të gjakut. Këto substanca gjenden edhe tek misri, të tilla të cilat mund të ndihmojnë në luftën kundër problemeve që shkakton anemia. Nëse keni anemi, ju mund të përdorni misri në dietat tuaja si një përzgjedhje mjaft e mirë ushqyese edhe për të marrë nivelet e duhura të hekurit. Misri është i pasur me nivele shumë të mira të fibrave, të cilat do të evitojnë një sër komplikacionesh, të cilat i kanosen në vazhdimsi organizmit tuaj. Ekspertët e Healthline citojnë një zëri se fal elementeve ushqyes të fibrave, misri është i këshillueshëm për të gjithë personat. Misri është i pasur gjithashtu me lëndë ushqyese të rëndësishme, pasi që plotëson gjithashtu edhe nivelin e kërkuar rreth 19% të fibrave. Kështu, niveli i kolesterolit të lartë do të zvogëlohet dhe risku për probleme të zorrës së trashë për shkak të përmbajtjes së tij efektive do të ulet ndjeshëm. Një dietë e pasur me fibra në mënyrë të rregullt është shumë e rëndësishme për sistemin tuaj tretës, çka do të ndihmojë gjithashtu edhe në luftën kundër problemeve të tretjes dhe rëndesës së tyre. Konsumi i ushqimeve të pasura me fibra në dietën tuaj ditore do ju mbajë gjithashtu edhe më të rregullt, rregullon tretjen edhe rrit shëndetin e zorrës së trashë. Gjithashtu ai është një ndihmë shumë e mirë kundër problemeve të kapsllëkut, stenozës, mëlçisë e të tjera. Misri është një përzgjedhje shumë e mirë për dietën tuaj ditore. Ai mund të konsumohet në forma të ndryshme si i zjeri, pjekur ose në gatime. Ai është një nga burimet më me vlerë të ushqyesve, vitaminave, fibrave, të cilat janë të rëndësishme në përgjigjen e trupit tuaj. Sipas ekspertëve, misri është i mirë për shëndetin e syve pasi që është i pasur me luteinë dhe zeakanthin. Gjithashtu mbron organizmin nga stresi oksidativ. Misri mbron shëndetin e organeve tretëse pasi është i pasur me fibra të cilat parandalojnë kapsllëkun dhe ndihmojnë në zorrët të qëndrojnë të shëndetshme. Misri e pasuron trupin me energji pasi është i pasur me karbohidrate dhe është i mirë për shëndetin e zemrës fal antioksidantëve dhe yndyrnave të shëndetshme, të cilat ulin gjithashtu yndyrnat e përgjithshme në gjak dhe ndihmojnë në shëndetin kardiovaskular. Misri do të ndihmojë në menaxhimin më të mirë të peshës trupore pasi përmban fibra dhe përmban pak yndyrë, gjë që e bën atë një ushqim që ju mban më gjatë të ngopur dhe eviton gjithashtu dëshirën për ushqime jo cilësore. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.